Si asnjëherë më parë, një përplasje e dhunshme u shënua brenda kafazit të Xhamit në sallën e gjyqit në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. 3 vëllezërit, Aleksandër, Kristit dhe Fatjon Bushgjokaj, dhunuan fizikisht Petrit Çakrin, sapo ky i fundi do të niste dëshmi në procesin për rrëmbimin dhe vrasjen e 23 vjeçarit Renis Dobra, krim për të cilin akuzohen të katërt. Sipas vëllezërve Bushgjokaj, Çakri ka gënjur në dëshmi dhe kjo ka bërë që ata të reagojnë duke e dhunuar fizikisht brenda kafazit të Xhamit ku qëndronin të katërt gjatë gjyqit. Mësohet se ishte Kristi Bushgjoka, ai që e nisi dhunën kur është ngritur në këmbë brenda kafazit të Qelq, duke i thënë gjykatës me leje gjyqtar, menjëherë më pas i është drejtuar Petrit Çakrit, duke e sulmuar me grushten, ndërsa pas tij kanë ndërhyrë edhe 2 vëllezërit e tjerë, Fatjon dhe Aleksandër Bushgjoka. Situata e dhunës brenda sallës së gjykatës së posaçme kërkoi edhe ndërhyrjen e forcave të shtuara të policisë së shtetit për të shmangur çdo mundësi për shkallëzimi të mëtejshëm. Petrit Çakri, i njohur si një prej dëshmimtarëve në procesin për ndosjen e deputetit demokrat Azem Hajdari, mbrëmjen e 12 shtatorit 1998, akuzohet se në bashkëpunim me 3 vëllezërit Bushgjokaj, ndoqi, rrëmbeu dhe vrau të riun Renis Dobra. Krimi u shënua më 8 korrik 2025, ndërsa trupi i 23 vjeçarit u tentua të hidhej në liçenin e Ulzës brenda një makine me synim fshehjen e krimit, por automjetin nuk përfundoi në ujë. Sipas hetimit, rrëmbimi dhe vrasja e të riut është pasojë e konflikteve të lidhura me drogën.